Sami Lushtov. Sami, avukati Artani dha fjalën punëtore, pajtohesh me deklarimet e tij dhe nëse ki diçka më shtu, mund të shtu. Po përpish në zotë kryetarën trup gjykus, jam i shkurt, sepse kam probleme me gripin. Në rregull, ma se kena përpizu sa do që si e shetë ti ose se cili ato që e shuajnë nevojë të njëri. Po. Kesh mos u kut, se kena më shkru. Unë. Inderuar Edhe trup gjykus. me mikrofonin, se e ingjizojmë se oncën. Nëse i punon çaj. Nëse se punon. Po. Inderuar trup gjykus. Inderuar prokurore. Unë se 13 vjet persekutohem nga drejtësia e Uleksit, pa argumente dhe pa fakte. Gjykimi jam ka ndodhur për krime lufte që e ka marrë në dënim për 12 vjetë, dhe e ka marrë 4 vjetë e gjysë burg dhe ma pastaj jam liru si i pafajshëm. E di që as përdu me akuzuas, me shas, me fhy zonin prokurore, po as nuk në gjykus, e di që kjo akt akuz është ju kam vesh kësaj gjykate si këmishe hekur nga Uleksi, cili ka pos qëllim, e ka ditë fort mirë që këtu nuk ka bazë juridike që unë të akuzohem për diçka që nuk kam pos lidhje. As dëshmitari ferë. As dëshmitari që nuk kanë qenë dëshmitar drejt për drejt ndaj meje. Po besoj që zonja prokurore e dirë shumë mirë këtë çështje. Një pjesë këtyne të akuzum që po mënona në ju kërku falje, unë si kam ljoft asnjëherë. Me Sheremetin e kam vendas dhe asnjëherë s'kom pi as kafe. E kam ljoft si figurë. Sheremetin e kam vendas, po asnjëherë nuk kam pi kafe. Kam ljoft si figurë. Partner mjakun, se kom po asnjëherë. S'kom najtë kur me te. Me gjotën, asnjëherë nuk e kom po. Asnjëherë s'kom pi kafe me te. Me gjotën nuk jem takuar asnjëherë dhe s'kam pi kafe. Kurse me të tjerët, do mënë kemi njohë sepse jemi në të ne komune dhe paka shumë. Dhe mënë kemi pas mundësi më po edhe më fut më përshëndet. Prandaj për mu është e rëndësishme që unë një vetën të pafajshëm dhe e një vetën që 13 vjetë i penalizuar dhe i pendjekur nga gjykata e Uleksit. E nderuara trup gjykus, unë asnjëherë nuk kam kërku mëshirë, unë kam kërku gjithmonë drejtësi. Edhe në këtë rast, vetëm drejtësi dhe vetëm drejtësi. Edhe në herë ta nderë shumë. Kërkoj vetëm drejtësi.